po shqyrtohen disa mundësi për zgjerim të qeverisë, kështu deklaroi kryeministri Hristijan Mickovski, i cili mes tjerash shtoi se planet që po shqyrtohen do t'i sigurojnë shumicës parlamentare edhe shumicën e Badinterit, për shkak të së cilës për momentin janë bllokuar disa ligje në kuvend. Mickovski tha se për momentin po shqyrtohen më shumë se 2 opsione. Është normale të shqyrtojmë disa opsione, nëse nuk bëhet ashtu do të bëhet kështu, nëse nuk realizohet opsioni i parë dhe i dytë do të realizojmë opsionin e tretë. Është logjike se bisedojmë, por për gjithçka do të njoftojmë opinionin me kohë. Foli edhe për mundësinë që Partia Demokratike Shqiptare me në krye me Ndothacin të bëhen pjesë e qeverisë dhe për atë nëse postin e zëvendës ministrit të mbrojtjes qeveria e ka rezervuar për kuadër të kësaj partie. Nuk mund të them diçka sepse asgjë nuk ka konkrete dhe nuk ka asgjë të sigurt. Kur të ketë vendim përfundimtar si opinioni po edhe mediumet do të njoftohen me kohë. Ditë më parë në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, me shumicë vota shuemruan ministri i Shëndetësisë, zëvendës ministri i Bujqësisë, por bosh mbeti pozita e zëvendës ministrit të mbrojtjes, për të cilën flitet se do të marrë Partia Demokratike Shqiptare, për të cilën jo zyrtarisht thuhet se do të bëhet pjesë e qeverisë pas daljes së Arben Taravarit.